Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lirin këtu në kanalin e Monitor TV, ditën e sotme për cilur pran jush lajmet më të fundit. Do të flasim pikërisht për debatin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Labino Tregja, unë e kam thënë edhe më herët, do me thënë e shikoj që ndjehet shumë në presion, e shikoj që ndjehet shumë i kërcënuar në fakt brenda asaj shtëpie dhe siç duket shtëpia po ja merr krejtësisht atë entuziazmin apo atë dëshirën e madhe që Labi kishte për të triumfuar si banori më i preferuar i publikut, sepse Labi kishte këtë ndjesin. Dita e djeshme ishte një ditë ofenduese, një ditë degraduese për banorët brenda asaj shtëpie. Banorët filluan të ofendojnë njëri tjetrin, filluan të shajnë njëri tjetrin nga fjalët më të pista dhe në fakt ajo që mua më tërhoqi pak vëmendjen është mos ndërhyrja e produksionit në debate të këtilla. Labino Tregja kishte një debat të zjarrt me Fjolla Morinën. Në sër ato debate, pse përzjodha pikërisht të debat si fillim? E përzjodha këtë debat sepse ishte një nga debatet me gjuhën më të urrëties dhe më të mlefit ndaj njëri tjetrit. Në fakt unë tek këto banor shikoj që kanë qenë banor me një depresion të ngarkuar në veten e tyre para se të marrin eksperiencën në Big Brother dhe siç duket ky Big Brother po u nxjerr më në pak të depresion. Debati mes Fjolla Morinës dhe Labino Tregjës eskaloi krejtësisht. Gjithçka nisi pasi Labi përgatiti një pica për të cilën Fjolla tha se nuk e ka bërë siç duhet dhe të njëjtën duheshte që ta hedhin në fakt. Pse nuk ke kërku ndihmën, i tha Fjolla Labit. Me pas ata eskaluan dhe ofenduan njëri tjetrin duke përdorur fjalën si coftin, budallic, mshele gojen e gjëra të këtilla në fakt që përfshin edhe banorët e tjerë. Fjolla Morina thonte që buka nuk duhet hedhur, ka njerëz që nuk kanë bukë për të ngrënë, Labino Tregja merrte bukën dhe hidhte. Do të thënë po ndodhin ca situata që në fakt janë të neveritshme dhe nuk e di deri se ku don produksioni të shkojë kjo situatë që të marrin masa dhe të ndërhyjnë, sepse në qoftë se produksioni nuk ndërhyn edhe nuk merr masa brenda këtij formatit, jam i bindur që domethënë lufta që po ndërtohet me këto banor do të eskalon normalitetin dhe gjithçka do të shndrohet në tmerrin më të madh brenda kësaj shtëpie. Dua të marr mendimin tuaj për këtë situatë.